Laçe, këtu s'ka pajisje, këtu njerëzit rrezikojnë jetën çdo ditë dhe ju flisni mos bëjmë panik. Ne jo jemi për panik, por këtu jemi në kushtet e cënimit të sigurisë kombëtare. Larg qoftë të ndodhi një ngjarje, ne jemi pa spital traume. Ne jemi pa shërbim. Mjekët i keni lënë pa mundësi për të ushtruar profesionin e tyre. Zonja Ministre, ju flas me fakte, ju flas me çështje konkrete, nuk dua propagandë, jam totalisht e angazhuar për zgjidhje. Jam e angazhuar për të adresuar çdo rast. Por ju nuk mund të vini këtu dhe të thoni që nuk mungon asnjë shërbim. Ju nuk mund vini e të thoni këtu që protezat janë, që shërbimet janë. Vetëm për deri në dhjetor 2025, e dini sa ishte radha për proteza? 2.000 pacient në pritje. 2.000 pacient në pritje, zonja Ministre. Imagjinoni sa janë shtuar për faktin që janë blokuar me muaj të tërë ky shërbim. Dhe ju thoni, ne mos ta themi këtë të vërtet. Ne të vazhdojmë me propagandën. Tani, zonja Ministre, unë kërkoj angazhimin tuaj dhe përgjigje për këtë situatë alarmante në cilën ndodhet sistemi shëndetësor. Ju mund vazhdoni të gënjeni, ju mund vazhdoni të mashtroni, por realiteti është ky që është. Dhe para ka, të nderuar qytetar, edhe për shkak të rritjes së çmimeve, buxheti i shtetit është rritur. Se rriten çmimet, rritet ajo 20% të VSH-ja. Se ka 20% të VSH për çmimet e shportës dhe gjithë shërbimet e tjera. Rritet nafta, se kemi dhatë bordin e vjedhjes, që për çdo 2.000 lek litër naftë ne paguajmë 1.200 lek taksa. Pra, të nderuar qytetar, leka është pasuruar kjo qeveri. Përveç aferave korruptive, kriminale, inceneratorët 400 milion euro që nuk ekzistojnë, tuneli Llogaras 50 milion euro në një dorë, afera, mas afera gjithë këto koncesionet që janë check-up, sterilizim, gjithë. Të gjitha afera korruptive që Banka Botërore, Progres raporti të thotë që kanë cënuar dhe kanë dëmtuar buxhetin e shtetit dhe që tani në procesin e integrimit evropian nuk mund t'i bëjë më shteti shqiptar. Tani para ka, puna është, mos i çoni lekët për çokoladë, po çojini për medikamente, çojini për pajisje, se po vdesin njerëzit. Faleminderit. Zonja Ministre, nëse kërkoni të shpreheni, keni fjalën 3 minuta. Faleminderit. Ju dëgjova më vëmendje zonja Xhixho, por po vërej që ju nuk doni të dëgjoni, aq më tepër të pranoni realitetin që po bëhet punë dhe që shërbimin qytetarët e marrin me cilësi. Atëre, më lejoni të ritheksoj disa fakte të rëndësishme. Niveli infeksioneve në Spitalin Universitar të Traumës është 1%. Një standard, që është si standardet e tjera në mos më mirë se spitalet të tjera ndërkombëtare. Në shtator të 2025-ës, siç e thash, kemi nisur punën për përmirësimin e infrastrukturës të Spitalit të Traumës. Nuk ka rekonstruksion të thellë spitalor që zgjat 2 ditë. Ne jemi serioz. Sigurisht në marri kohën e vetë, por e monitorojmë. Ka një grafik pune, më falni, ju dëgjova, më lini të flasë, se ja detyroj qytetarëve. Prandaj më lini të flasë. Sipas grafikut të punimeve, në muajin shtator 2026, parashikohet të fundoj bloku operator. Qytetar, në janar 2027, parashikohet të fundoj urgjenca dhe kati parë, në muajin shtator 2027, parashikohet të fundoj sistemimet e jashtme. Deri tani, ecuria e punimeve paraqitet në kohë me këto nivele realizimi. Sistemimet e jashtme, rreth 40% të sasisë së punimeve, blok operator rreth 35% të sasisë së punimeve.
Pra, zbatimi i projektit po ecën sipas parashikimeve dhe po monitorizohet gjatë gjithë kohës. Për sa i përket kapaciteteve të urgjencës, edhe këtë e thash, po ju nuk e dëgjuat sepse përsëritet, prandaj po ja u përsëris edhe një herë, se përsëritja më me dijes është normal. Sidomos për ca më shumë se të tjerët. Shërbimi i urgjencës në Spitalin Universitar të Traumës funksionon 24/7 dhe përballon fluks pacientësh nga i gjithë territori i vendit. Janë marrë masa, është organizuar puna me një plan tërësisht të miratuar dhe vazhdon shërbimi. Siç është as dhe një herë, me që i keni qef shifra dhe po ja u them të sakta, gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2026 janë paraqitur në shërbimin e pranim urgjencës 19.702 pacient, ose gati 500 pacient më tepër krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Në të njëjtën periudhë, 932 operacione urgjente, ose 38 operacione më shumë se në vitin 2025. Pra, puna po vazhdon, qytetarë po marrin shërbimin e dur. Së fundmi, për sa i përket furnizimeve proteza dhe mbështetjes shërbimeve kirurgjikale. Për periudhën 2026-2028, 2 sekonda dhe mbaroj, është parashikuar një rritje me 32% e buxhetit për protezat. Aktualisht, ky shërbim ofrohet edhe në Spitali Memorial Fier, Rajonal Shkodër, Rajonal Durrës, si dhe së shpejti në Spitalin Bashkiak të Mirditës, siç e thash Poli Veriut. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Xhixho, keni fjalën 3 minuta. Zonja Ministra, vazhdojmë deri në 2026? Deri në 2026 qytetar, brakiterapia nuk punon. PET skani nuk punon. Deri në 2026. Pra, gratë me kancer ginekologjik të presin. Qofse kanceri pret dhe kanë një diagnozë, zonja Ministre, ndryshe nga çdo mjek, hajde na e thone. Dhe vazhdojmë themi që deri në 2026 do jenë sallat funksionale. Moj zonja Ministre, po ju them, vazhdoni me rekonstruksionin, puna është plani alternativ. Merrni 10 salla në privat që t'jenë funksion Spitalit Traumës. Është një paralajmërim ndaj çdo lloj situate që mund t'i ndodhi vendit. Si mundet ju me çfarë përgjegjësie ta lini vendin pa spital universitar traume? Unë po ju flas dhe po ju them fare qartë, plani juaj alternativ të vazhdoj rekonstruksioni, monitoroni, do ta monitorojmë gjithë që të bëhet brenda afateve, s'kemi gjë te kjo pjesë. Puna është si mundet 10 salla mos jenë funksionale dhe ju nuk merrni asnjë mas, zonja Ministre. Për sa i përket atij 1%-shit, 1% infeksione bakteriale, është gënjeshtër, zonja Ministre. Është gënjeshtër, sepse janë raportet e ISHP-s, janë raportet e brendshme të traumës që ju nuk i bëni publike, po ne kemi informacionet tona të mjekëve të përgjegjshëm që japin informacion, dhe të gjitha ato që ju thash që nuk kryen sot, këmba diabetike, protezat, ORL-ja, edhe shumë shërbime të tjera nuk funksionojnë fare. Tani zonja Ministre, përveç këtyre që vazhdojmë me propagandë, këtij rasti konkret të gazetarit Osman Stafa, do i kthejmë një përgjigje? Kemi një person i cili është në gjendje shumë të rëndë dhe nuk ka mundësi të kryej grafitë e duhura dhe analizat e duhura dhe po rrezikon jetën. Tani mirë pjesa tjetër, rasti konkret, a mund t'jepni urdhër që t'i zgjidhet këtij rasti gjendja? Tani nuk mund t'jemi kaq pa shpirt, edhe mos jemi human në këtë situatë. Zonja Ministre, mua më vjen keq që edhe një herë nuk denjuat ktheni përgjigje jo për mua, po për qytetarët, që dinë të vërtetën, e vuajnë të vërtetën, 60% të buxhetit e tyre e paguajnë nga xhepi shërbimet shëndetësore dhe ju nuk vini këtu as të merrni angazhim, as të merrni përgjegjësi tuaja, po vazhdoni me një propagandë dhe një gënjeshtër që si shërben askujt. Faleminderit.